Dhe kështu kalojmë nga Serie A në kampionatin spanjoll. La Liga, si gjithmonë, sjell rezultate dhe ndeshje mjaft interesante. Ndërndeshjet më interesante ka qenë ajo mes Atletico Madrid dhe Real Madrid. Kryeqyteti kishte derbin e vet, por me një fitues. Giganti Real Madrid nuk lej asnjë hapësirë për të humbur. Pavarësisht një kartoni të kuq në minutat e fundit të futbollistit Valverde, përsëri Reali fiton me rezultatin 3-2. Për të vazhduar me rezultatet e tjera, Atletico Bilbao, Betis 2-1, Celta Vigo, Alavés 3-4, Barcelona, Rayo Vallecano 1-0, Sevilla, Valencia 0-2, Levante, Oviedo 4-2, Osasuna, Girona 1-0, Espanyol, Getafe 1-2, Elche, Mallorca 2-1, Villarreal, Real Sociedad 3-1. Dhe për të vazhduar tek klasifikimi është faktikisht skuadra katalane se Barcelona që mban klasifikimin në La Liga me kuotën e 73 pikëve dhe e ndjekur më mbrapa nga Real Madridi me kuotën e 69 pikëve, Villarreal me 58, Atletico Madrid me 57, Betis me 44, Celta Vigo me 41 dhe për të shkuar në fund me Mallorcën që mban 28 pikë në vendin e 18, Levante me 26 në vendin e 19 dhe në vendin e 20 Oviedo me vetëm 21 pikë. Kampionati spanjoll vazhdon të mbetet i luftuar, pavarësisht deri në këtë momente është Barcelona ajo që kryeson me një diferencë shumë të madhe pikësh, duke pasur parasysh se sa rivalitet ka ky kampionat.